me sa më thonë nga regjia që kemi edhe pak kohë 30 minuta në dispozicion, a mund të shfrytëzojmë ato dhe për një histori tjetër? Сейчас узнай. Мне сказали, что осталось 2,5 Mua më thanë që ka dhe 2 minuta e gjysmë kohë. Atere me sa duket do të shfrytëzojmë disa minuta për të bashkuar një histori tjetër, një familje tjetër. Igor, më dëgjon? Vazhdojmë me historinë tjetër. Попробуем, давайте. Hajta provojmë. У нас есть еще одна история, поиски по которой идут в Албании. Gjithashtu kemi edhe një histori që ka lidhje me Shqipërinë. Да, эта заявка на поиск пришла к нам с Украины из Kjo kërkesë ka Харькова. ardhur Вот tek ne nga посмотрите. Ukraina, nga Harkovi. Ndiqeni. Мы находимся в городе Харькове. 50 лет тому назад началась моя история. Jemi në qytetin Fartar. Historia ime fillon 50 vjet më parë në qytetin Kohan me një djalë të ri në Fakultetin e Gjeologji Minjerave. Kështu quhej më parë, sot është Fakulteti Radioelektronikës. Më 1960, nëna ime vendosi të mësonte të qepte. Ajo lexoi një lajmërim që në Akademinë e Gornovodës organizoheshin kurse për të qepur dhe ajo vendosi të regjistrohej aty. Ajo më tha: "Bi, unë vetëm nuk mundem ta zotëroj, kurse ti ke ndjekur kurset." Prandaj më tha: "Hajde shkojmë së bashku." Atje u njoha me vajzat dhe u miqësova me to. Një ditë, dikush trokiti në derë, në vendin ku ne mësonim. Hapet dera dhe hy një oficer i shkurtër, i pashëm, dhe thot: "Vajza, unë ulem në gjunjë para jush, unë ju përgjërohem. Ne na duhet të organizojmë në Akademinë e Gornovës një kor vajzash. Nuk kemi gra të mjaftueshme." Kështu, ne u regjistruam. Mësuam mbi të gjitha këngët ukrainase. Na ftonin të merrnim pjesë në përmbrëmje dhe një ditë na ftua në Fakultetin e Gornit që të merrte pjesë kori joni grave dhe ne ram dakord. Të njëjtat dyer, e njëjta sallë, të njëjtat shkallë, por jam vjetëruar pak. Kjo është skena në të cilën ne qëndronim me shoqet e mia. Këndonim këngë, të gjitha rosat ishin bashkë, kurse unë jam vetëm dhe luaj në qiell. Dhe disa këngë të tjera ukrainase që sot nuk më kujtohen më. Por, kur ne këndonim, merrnim një mal me duar trokitje. Ne veshëm rroba të tjera dhe shkuam në sallë. Zum vendet me vajzat. Dhe kur hapim perdet, në skenë qëndronin disa të rinj dhe ishin gjithsej 10 veta. Ato nuk ishin thjesht të rinj, por shumë të bukur. Të gjithë ishin zeshkan, me sy të ndritshëm, të buzëqeshur, por ne nuk i njihnim kush ishin ata. Nga paraqitja dukeshin si rus ose ukrainas. Kur këta çuna hapën tangun shqiptare dhe ne e kuptuam që ishin shqiptar. Por ato aq bukur këndonin sa që këngën e dija nga fillimi deri në fund. Por tani nuk e kujtoj dot më. E vetmja gjë që kujtoj është unë duke të dashuruar dhe duke të pritur u lodha. Vetëm këtë kujtoj, sepse këtu është fjala dashuri. E kuptoni apo jo? Ne e dëgjuam. Kur mbaroi koncerti, filluan vallëzimet dhe ne dolëm. Në fillim situata ishte e tensionuar. Djemt qëndronin në një anë të sallës, kurse ne nga ana tjetër. Dhe djemt nuk po vendosnin t'i ftonin vajzat për vallëzim. Vendosëm të shpallnim vallëzimin e bardhë. Menduam se ndoshta vajzat do të normalizojnë situatën dhe më pas njëra prej vajzave të shoqërisë tonë thot: "Vajza, mua më pëlqen shumë ai djali që qëndron përballë. Ai vetëm nga ana jon shikon. Le ta ftojmë ndonjëra në vallëzimin e bardhë." Ne i tham: "Pse duhet ta ftojmë neve? Ftoje vet." Ajo tha: "Më vjen turp." Ne i tham: "Ti je turpshme, kurse neve jo." Ai djalë që i pëlqeu shoqës son e ndihmoi atë dhe i tha:
Më lejoni t'ju ftoj në vallëzim. Unë i thash, është kërcimi i bardhë dhe duhet t'ju ftoj unë juve e para. A i thot, jo, djaloshi duhet të ftoj vajzën. Dhe unë i thash, në rregull, më ftoni. Kur e pash buzëqeshin e tij, si thon të rit e sotëm, u shokova. Ishte aq i bukur, ishte zeshkan, me sy ngjur kafe, me buzë të bukura, kishte fytyrën roz siç e kanë vajzat. Mua ai më pëlqeu shumë. Dhe në moshën 20 vjeçare, unë takova dashurinë time të vërtet me shikim të parë. Unë u dashurova me të, dhe kur ne po kërcenim, unë i lutesha Zotit që të më shoqëronte kur të mbaronte vallëzimi, që të mos i afroheshim vajzave, sepse nuk doja ta lëshoja, më pëlqeu jashmase. Isha shumë e dashuruar. Ai më përcolli dhe më la takim. Ne filluam të dilnim. Dolëm për rreth 6 muaj. Pastaj, për 2-3 javë, ai u zhduk. U mblodhëm me gjithë familjen. Bie Zilja, hap derën, dhe ishte ai, me sy të trembur dhe të çoroditur. Nuk ishte në vete, dhe unë e pyeta, çfarë ka ndodhur? Ai më tha, është babai në shtëpi? Po, në shtëpi është. Babai e respektonte shumë dhe thonte është si djali im i 5. Ato hynë në dhomën tjetër, biseduan gjatë dhe kur dolën, babai më thot, ju do të ndaheni, ndoshta për gjithmonë. Çfarë ka ndodhur? Unë nuk e dhash veten, megjithse ishte e vështirë ta dëgjoja. Pastaj Muhameti më sqaroi. Natyrisht, nuk më tha të vërtetën, por më tha që do ta merrja vesh nga shtypi. Ai ishte ushtarak dhe ndoshta kishte rregullat e tij. Unë e përcolla, ai ul në tramvaj dhe iku. Kuptova që e humba përgjithmonë dhe pas kësaj unë nuk u njoha më me askënd. Unë jam e lumtur që njoha këtë djalë, jam e lumtur që u dashurova me të. A më dashuron ai mua? Asnjëherë nuk ma ka thënë. Muhamet, më kujtohet shumë mirë si u njohëm bashkë dhe këtë ndjenjë unë e ruajta për gjithë jetën. Unë asnjëherë sa harroja atë kohë që qëndruam bashkë. Do të doja shumë të dija diçka prej tij. Do të doja shumë të të takoja. Ndoshta është mundësia e fundit e jetës sime, të shikoj dashurinë time, të shikoj lumturinë time, se ti ke qenë djali më i mirë dhe më i bukur. Më të mirë se ty, nuk kam njohur askënd në jetë. Сегодня Саида приехала к нам, Sot Saida erdhi tek ne. мы ограничены во времени, поэтому Dhe me që kemi kohën e kufizuar, дадим слово, do чтобы она japim сама fjalën рассказала Saidës, в двух словах që ajo të thot vetë 2 fjalë. 2-3 фразы, Ju пожалуйста. lutem, Я 2-3 познакомилась fjalë, pasi s'kemi с shumë kohë. вашим албанским курсантом в 1960 Unë njoha me году. studentin tuaj shqiptar në vitin 1960. До конца, до тех пор, пока shoqëruam наши së bashku государства не derisa порвали shtetet отношения, и он prishën уехал. marrëdhëniet mes Прощание tyre было, dhe ai конечно, iku. ужасное. Вся семья Lam të очень mira даже ishte e страдала, tmerrshme. его все любили, родители мои Gjithë familja e vuajti любили, shumë, ну и pasi я, e donin конечно, të его gjithë, очень любила. prindërit. И мне бы хотелось Sigurisht узнать edhe unë e хотя бы doja shumë. что-нибудь о Do të нем. doja të dija diçka rreth И tij. фотографии, давайте И покажем. фотографии fotografitë. уже показывали по телевидению. Fotot i kam Вот его treguar edhe tek фотография. kronika. Мухаммед Стафа. Kjo është fotografia e tij, Уехал он в Muhammed Stafa. 1961 году. Ai iku në vitin 1961, në fundin e korrikut ose në fillim të gushtit, nuk e mbaj mend mirë. Pasi kanë kaluar 50 vjet. Këtu jam unë e re. Ai duhet të ketë këtë fotografi time, por nuk e di nëse ka ruajtur. Pasi kanë kaluar 50 vjet. Unë nuk ktheva kësaj historie, pasi unë e kam dashur jashtë mase. Atë dhe do të doja të dija diçka rreth tij.